banda, krimi organizuar, drog, patronazhist, e gjithë administrata nuk funksionon në shërbim qytetarëve, po funksionon nga dita e parë e qeverisë deri në fund në shërbim të blerjes dhe të patronazhimit dhe kërcënimit votuesve. Ka që shazim më shumë. Partia Demokratike ka ndonjë Partia Demokratike ka, sepse humbjet vetëm vinë dhe shtohen. Partia Demokratike a ka ndonjë përgjegjësi edhe kur i vitet vota? Atë ju bëj një pyetje. Nëse do e marrin të mirë qenë. Jo, jemi ne për t'ju pyetur. Ju bëni pyetje, ju bëj një pyetje. Jemi ne për t'ju Si pyetur. shpjegohet që një qeverisje keq e më keq shkon dhe lart e më lart me vota shkon? Ma shpjegoni ju. Ky popull mos është si shpjegohet. Po pra si shpjegohet? Mbase nuk i frymëzon opozita Si shpjegoni? Tani ta bëj një pyetje lutem. Jo, si shpjegoni ju që këta rriten vjedhjet pafund, rritet krimi pafund, qeverisja shkon zero dhe këta shtojnë votat. A mund ma shpjegoni ju që pyesin demokratët në zgjedhje zotin Oka? Përveç atyre që kanë bler kartat këta. Kanë bler 10 mijëra karta për të netur qytetarët në shtëpi. Më thoshte një miku im, zotëri do të ngremi shtet paralel thua ti. Një miku im, kryetar i një dege në, po ja them në Selenis, po e pyesja për një fshat që unë i njoh që janë të djathtë ekstrem. I thash si shpjegohet? Flamur. I tira gjithë ditën në telefon tha. S'më erdhën votime. Kur nesi takova njëri nga tarët e fisit, flamur tha. Më erdhën dhe më dhanë 10.000 euro. Nuk më kërkuan votën, më thanë rrin shtëpi. Ku i kam parë unë herë 10.000 euro tha. A e kuptoni ju apo jo? Për një vot? Jo, për fisin. Për fisin. Në fisin e fshatit. Tani o ka prova këtë radhë që i keni parë vetë, janë publikuar para jush, o s'ka për të pas në herë. Po çfarë ishte raporti OSBE Odirit? Po mi t'ju bëj pyetje unë. 700.000 pensionistëve, çfarë ishin ai 100 euro shi? Po mi më ta uroj kush doj, po dëgjoj. Po, le ta urojmë, po prit po ju them unë, u po flas për Shqipërinë. Tani po ju them për Shqipërinë. Çfarë ishin ato 710.000 pensionistëve 100 euro që ju dha? A si ishte blerje vote? Jo, po ju bëj. Ajo falja e gjobave që po ju them unë, nuk ishte blerje. Fal, ju bëj një pyetje. Jo, që them edhe gjë tjetër. Juve edhe gjë tjetër. Ai keni vënë re ju te komisionet e numërimit çfarë duken. Të gjitha fletët janë me një laps të mbushura. Një për një. Fletët e votimit kanë vetëm një stil, një dorë, palosura nga një stil, nga i dorë, dhe të mbusha nga i dorë. Të dashur zonja dhe zotrinj gazetar, ju keni një zakon të keq. Unë e di që ju jeni profesionist. A media ju e ka fajin e kështu, zotin Oka? Prit, ju jeni profesionist. Zotin Oka, po, Partia Demokratike nuk mund të justifikohet sa herë humbet zgjedhja. Në rastin e parë kishte fajin Luli, po kësaj radhe kush e ka fajin? A kanë drejtuesit politik, kandidatët për deputet në përgjegjësi? Ju a them unë. Juve si media, si gazetar jeni profesionist të mirë dhe unë ju dua shumë. Por pronarët tuaj, në tender. Po ç'u kemi pronarët Në tender, në koncesion, me pronarët tani, OSBE Odiri tha, mediat jo të mira, tha. Mediat kanë bërë gjithë fushatën siç ka dash qeveria. A e kuptoni apo jo? Tash ju jeni profesionist, po pronarët i keni të tredhur. Ç'tu bëjmë ne tash? Keni të tredhur gjithë fushatën. Sepse jo, juve, e di si është puna juaj, shikoni qik, e dini atë historinë që tha, ja vodhën lopën ati fshatarit. Dhe Daniel, ja vodhën lopën, prit, ja vodhën lopën, dhe i thara ata si ta vodhën. Ore tha, mirë unë tha që se lidha, po hajduti, a kishte, dhe ju të medias keni një gjë. Ju nuk shikoni hajdutin, ju shikoni ati që ju vodhën. Shiko, tenderat dhe koncesionet që ju jep pronarëve tuaj e dirama, ju bën pyetjet kontrolluara ju. Po unë ju dua shumë. Unë ju dua shumë. Unë ju dua shumë. Daniela, të dua shumë, e di ti. Por media jote është
Varja. Mos e thuaj Mos na the. Po pse? Analizën e Partisë Demokratike. Analizën e Media ime Luli apo ndonjë tjetër? Kush ju e ka Analizën e pasur? Partisë Demokratike do të bëni bazuar në pronarët e mediave. Demokratike ka fituar. Aty pyesun. Ore, hajdutja, kishte një faj ajo për ju? Se më duket se për ju s'ka faj hajdutja, ka vetëm viktima. Faleminderit. A dini atë thonin e Hemingwayt apo jo? Se pas ka humor për basoleta. A dini thonin e Hemingwayt apo jo? Se ju jeni si puna e tij dha që viktimës shkoni veni jepni plumbin e fundit. Po le, ju jeni gjykoni